Kam sjell recetën e turshis, somborka me gjizë dhe shmand apo oj kose, përgatitja e thjesht, mënyra tradicionale, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht morim specat. Këtu unë kam somborka gjes. Mund të përdorni speca, çfarë do lloj specash, ose somborka pa djeg, ose speca normal pa djeg, vetëm se duhet të jenë të pjekur mirë, kështu të verë. Ju largojmë këtë pjesën e bishtit në copsa të vogla. Gjithë specat kështu ju largojmë farat dhe i prejmë me copsa të vogla. Përgatitja është shumë e thjeshtë, mund ta bëjnë dhe fillestarët, një turshi shumë e shijshme, e thjeshtë për përgatitje, një recetë e vjetër tradicionale e gjyshëve tona. Munduhem që mos t'ju lë asnjë farë në brendësi. Në këtë mënyrë vazhdojnë atutje me gjithë specat. Pasi somborkat i kanë coptu në copsa të vogla, tash ja shtoj kështu një luggjellë në krip dhe i përzi pak. Munduhem që kripat përhapet në përgjithë masën. Tash do i kaloj në një kullojse. Kështu kullojsen e kam vendosur në njëjë dhe i kaloj specat. Mundohem që t'i përzi përsëri që kripat të përhapet mirë. I mbuloj me një pecet kuzhine dhe i lë të qëndrojnë më së paku për 10 orë. Specat kanë qëndru dikon rreth 11 orëve, kështu në kullojs të mbuluara. Tash do i morim dhe do i hedhim në njëjën tjetër, kanë lëshuar lëngun mjaftueshëm, vërehet dhe vetë, mirëpo është mirë ende t'i tundemi kështu, që t'ju largohet plotësisht lëngu. Tash morim njëjën të madhe dhe kalojna specat e kulluara. Shtojna gjizë, gjithse gjizë do shtojmë 1 kilogram për këto masat specave. Ju mund të 2 fishani, 3 fishani, masat pa fije problemi. Unë kështu me për masa më të vogla, aq më duhet dhe më lart do e demonstroj recetën dhe ja shtoj 2 paketime nga 450 gramsh me shmand. Mund të shtoj oj kosi, çfarë do lloj oj kosi. Kështu por shmandi do i bëj më të mira dhe ja shtojna kripën. Kripa zakonisht shtohet pasi ta provoni, sepse mvaret se gjiza a ka të ju krip apo nuk ka. Dhe ja shtoj dikon një lugë gjysmë të mesme dhe nëse duhet ende përsëri të shtoj dhe masën vetëm se e përzi mirë. Që speca, gjiza dhe shmandi të bëhen me një masë, një turshi shumë e shijshme. Dhe shpejt për përgatitje, ju mund ta përgatitni gjizën vetë, gjithë ju motra që jetoni në Evropë, keni recetën e gjizës tek kanali im, sepse në shumë të ne vendeve nëpër Evropë nuk ka gjizë. Mund ta bleni qumshtin, ta përgatitni, ja vjen në provu këtë recetë. Vetëm se përzija duhet të bëhet shumë gjatë. Kam përzier masën mirë, tash dhe kaloj në kavanos. Kavanosi është 2 litre gjysmë. Kjo masë është e mjaftueshme për këtë kavanos,
Si që kam cek dhe më parë, mund të 2 fyshoni, 3 fyshoni masat, atë sa keni nevojë të përgatitni. Kavanosin e kam larë dhe kam sterilizu në furrë të nxehtë 150 gradë për 15 minuta. Tash kështu e kaloj masën, mirë po mundohem që masën ta kaloj në mënyrë të ngjeshur, që të mbushet kavanosi, mos lë asnjë gram hapësirë në kavanos, duhet patjetër të jetë mbushur me masën. Kështu në këtë mënyrë e mbushim gjithë kavanosin. Kam mbushur kavanosin pothuaj deri në gri, ato masa e pat dhe vetë janë të përshtatshme për këtë kavanos. Ju mund të 2 fyshoni, 3 fyshoni masat, të përgatisni më shumë kavanosa. Tash këtu kam gjalp të shkriv, hedhi te grika e kavanosit. Nduhem që sipërfaqen ta mbuloj mirë me gjalp. Kjo i ndihmon tushis që mos vendose mjekt dhe marrim dhe mbyllim kavanosin me kapak. Kapaku patjetër duhet të ri. Kapaku 3 herë sjellin nga ana e kundër dhe 1 herë nga ana nga përputhën visat dhe e fusim në furrë të nxehtë 90 gradë për 90 minuta dhe pas 90 minutave nuk e hapim derën e furrës për 12 orë. Kavanosin e kam largu nga furra, ka qëndru për 12 orë, tash do e vendosi në frigorifer apo do e dërgoj në podrum ku është fllak, është gati për konsumim pas 3 javësh, pasi tushia t'jen mirë. Mund ta ruajmë gjatë gjithë dimrit kështu, qofse nuk e hapim. Dhe kjo është mënyra, motra të dashura, se si kam përgatit unë tushi tradicionale si ku gjyshet tona. Speca me gjizë dhe oj, gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshin mirë, kurse ju që shikoni për herën e parë, ju lutem të abononi për recetat e reja, ju lutem shpërndani recetën tek miqët dhe familjarët tuaj, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.